mos i prano kur këto 4 lloje parash. Të dashur vëllezër e motra, sot do të japim mesazh shumë të rëndësishëm, një zbulesë që ka ndryshuar jetën time dhe do të ndryshojë edhe tuajën. Shumë prej jush po pyesin, pse financat e mia janë gjithmonë të bllokuara? Pse sa vjen para, aq shpejt ikën? Pse martesa ime vuan, fëmijët e mi sëmuren dhe paqja në shtëpi mungon, edhe pse unë jap 10% dhe lutem çdo ditë? Përgjigjja nuk është gjithmonë mungesa e besimit. Shpesh është burimi prej nga vijnë paratë. Paraja nuk është neutrale. Paraja mban frym. Paraja mban bekime por edhe mallkime. Sot do të flasim hapur, pa frikë, për 4 lloje parash që sjellin mallkime financiare dhe shpirtërore në jetën tënde dhe në familjen tënde. Nëse ti ke pranuar ndonjëherë para nga këto burime, mos u frikëso, ka çlirim sot. Jezusi është më i fuqishëm se çdo mallkim. Pika 1. Parat nga njerëzit që tallen me Zotin. Le të fillojmë me të parën kategori të rrezikshme. Parat nga njerëzit që tallen me Zotin, që blasfemojnë emrin e Tij, që jetojnë në rebelim të hapur ndaj fjalës së shenjtë. A e dini çfarë ndodhi me profetin Balaam në Bibël? Ai u pagua nga Balaku për të mallkuar popullin e Zotit. Paraja e ofroi atë drejt mëkatit. Edhe pse Zoti e ndaloi gojën e tij të mallkonte, fryma e gabuar e atij biznesi të ndyrë e ndoqi atë deri në fund. Balaam i vdiq i mallkuar bashkë me armiqtë e Izraelit. Sot ka njerëz që të japin para, por në zemër tallen me Jezu Krishtin. Ata thonë, kisha është biznes, Bibla është prallë, Zoti nuk ekziston. Kur ti pranon dhuratën e tyre, ti sjell në shtëpinë tënde një mbetje shpirtërore të ndotur. Është sikur të hapësh derën e shtëpisë dhe të ftoj brenda një frymë tallëse që pastaj fillon të tallë edhe besimin tënd, fëmijët e tu, martesën tënde. Pyetje për ty sot. A ka ndonjë person në jetën tënde që të ndihmon financiarisht, por që në praninë tënde tall Zotin, tall fjalën? Mos u mashtro. Dashuria e tyre nuk është e pastër. Ajo para mban erën e talljes. Dhe tallja hap dyrë për frymëra të këqija. Unë të them me autoritet biblik, çdo dhuratë nga një tallës i Zotit është një mallkim i maskuar si bekim. Pika 2. Parat nga njerëzit që jetojnë në imoralitet seksual. Tani le të shkojmë te pika e dytë, shumë e dhimbshme por e vërtetë. Parat nga njerëz që jetojnë në mëkat seksual të hapur, tradhti bashkëshortore, homoseksualitet i praktikuar, prostitucion, pornografi, marrëdhënie jashtëmartesore. Kujtoni historinë e Akanit. Ai vodhi nga plaçkitja e Jerikos një mantel të bukur, pak argjend dhe një copë ari. Por ajo plaçkitje nuk ishte thjesht vjedhje materiali, ajo ishte e lidhur me idhujtari dhe imoralitet të kananejtëve. Kur ai solli ato gjëra në çadrën e tij, mallkimi ra mbi të gjithë kampin. Izraeli humbi betejën, 36 burra vdiqën dhe pastaj Akan u zbulua dhe u doq bashkë me gjithë familjen. Po kështu, kur dikush fiton para nga imoraliteti seksual, qoftë pronar i klubi nate, qoftë person që jeton me tradhti dhe fiton para nga lidhjet e palishme, ato para krijojnë një urë shpirtërore drejt shtëpisë tënde. Fryma e tradhtisë, e shthurjes, e shkatërimit të martesës fillon të sulmojë. Shumë martesa kristiane po shkatërohen sot jo sepse bashkëshortët nuk luten, por sepse kanë pranuar para nga burime të pista seksuale. A ke marrë ndihmë financiare nga një njeri që jeton kështu? Mos u justifiko duke thënë unë nuk dija ose është xhaxha im. Fryma e lashtë e imoralitetit nuk pyet për marrëdhëniet familjare, ajo shkon aty ku ka derë të hapur. Pika 3. Parat nga magjia, okultizmi dhe parashikuesit e fatit. Kategoria e tretë është më e rrezikshmja, më e fshehta dhe më shkatëruese shpirtërore nga të gjitha. Parat nga njerëz që merren me magji, shortari, horoskop, lexues të letrave tarot, shamanizëm, parashikues të fatit, ata që konsultohen me të vdekurit ose praktikojnë rituale okulte. Këto nuk janë lojra, këto janë porta të hapura drejt mbretërisë së errët. Bibla është absolutisht e qartë dhe pa kompromis. Mos u ktheni te mediumet dhe te ata që pyesin të vdekurit, mos i ndotni veten me ta. Unë jam Zoti, Perëndia juaj.
Sepse kushto që bën këto gjëra është i neveritshëm për Zotin kur një person fiton para nëpërmjet këtyre praktikave, qoftë duke shitur shërbime magjike, duke parashikuar fatin për pagesë, duke trashëguar pasurinë nga një gjyshe ose gjysh që ishte shaman, medium ose praktikues i okultizmit, ato para nuk vinë të pastra. Ato vinë të ngarkuara me një pajisje gjurmimi demonike që i jep demonëve të drejtë ligjore për të hyrë në jetën tënde, në financat e tua, në shëndetin e familjes, në martesën tënde dhe në fëmijët e tu. Një familje e krishterë trashëgoi një sasi të madhe parash nga gjyshja që kishte qenë shamane për dekada të tëra në një fshat të largët. Pas trashëgimisë filluan problemet, para që zhdukeshin pa llogari, edhe pse llogarit ishin të mbyllura. Sëmundje të pashpjegueshme që mjekët nuk i kuptonin. Bringje të vazhdueshme në martesë derisa çifti u divorcua brenda një viti. Fëmijët filluan të kishin ëndra të këqija, ankth të fortë natën dhe frikë të pazakontë nga errësira. Pse? Sepse paraja nuk ishte thjesht letër ose numra në bankë, ajo mbante mbi vete një lidhje shpirtërore me frymërat që gjyshja kishte shërbyer për vite me radhë. Demonët kishin një leje hyjnie nëpërmjet asaj pasurie të ndotur. A ke trashëguar ndonjë gjë, para, shtëpi, bijuteri, mobilje, apo edhe një foto, nga një i afërm që merrej me magji, shortari ose okultizëm? A ke marrë ndihmë financiare nga dikush që shkon te mediumet, lexon horoskop çdo ditë, ose paguan për shërbime parashikimi fatit? A ke vënë re se, pas pranimit të ndihmës nga një burim i tillë, financat e tua filluan të rrjedhin si ujë në dorë, ose fillove të kesh ëndra të këqija me figura të errëta që të kërkojnë diçka? Mos e injoro këtë. Fryma e shenjtë po të flet tani. Këto para nuk të bekojnë, ato të vënë në robëri shpirtërore. Ato krijojnë një urë që demonët e përdorin për të sulmuar paqen tënde, shëndetin tënd dhe prosperitetin tënd të vërtetë që vjen nga Zoti. Por lajmi i mirë është ky: Jezusi është më i fuqishëm se çdo mallkim okult. Ai na çliroi nga çdo mallkim duke u bërë mallkim për ne në kryq. Prandaj, nëse ke pranuar ndonjëherë para nga këto burime, mos u frikëso, ka çlirim i plot sot. Unë të ftoj të ngrihesh tani nëse je ulur dhe të thuash me zë të lartë, me autoritet: O Zot Jezus, unë të rrëfej çdo lidhje me okultizmin dhe magjin. Unë anuloj dhe thyej çdo mallkim që ka ardhur përmes parave, trashëgimis ose dhuratave nga njerëz që merren me shortari, magji, mediume ose rituale të errëta. Në emrin tënd të fuqishëm, unë mbyll çdo derë që kam hapur pa dashje. Çdo pajisje gjurmimi demonike, çdo frymë që ka hyrë nëpërmjet këtyre parave, dilni tani dhe mos u kthe më kurrë. Unë deklaroj, Zoti është furnizuesi im i vetëm i vërtetë. Unë pranoj vetëm bekime të pastra, pa hije okulte. Amen dhe amen. Tani, shko dhe kontrollo shtëpinë tënde, nëse ke ndonjë objekt të dyshind, figurina, amuleta, libra okult, bijuteri të trashëguara, hidhi jashtë dhe shkatërroi në emër të Jezusit. Kjo pikë nuk është për të frikësuar, por për të çliruar. Zoti dëshiron që financat e tua të jenë të bekuara, jo të mallkuara. Pika 4. Parat nga armiqtë e fshehur, dhuratat me qëllim të keq. Së fundi, jo çdo dhuratë vjen nga dashuria. Disa njerëz të japin para për të kontrolluar, për të manipuluar, për të krijuar borxh emocional, ose madje për të mallkuar fshehurazi. Kujtoni Judën Iskariotin. Ai mori 30 monedha argjendi për të tradhtuar Jezusin. Ato para ishin pagesë për tradhti, dhe çfarë ndodhi? Ai u pendua, i ktheu parat, por mallkimi e ndoqi, ai vari veten. Ka njerëz që të japin para sot, por në zemër kanë zili, urrëtie ose dëshirë për hakmarrje shpirtërore. Ata thonë të dua, por brenda kanë të shkatërroj. Këto para janë si një bombë me sahat, vonë a herët shpërthejnë në jetën tënde. Përfundim dhe lutje çlirimi. Tani vjen momenti i çlirimit. Nëse ti je gati të thyesh çdo mallkim financiar përsërit pas meje me zë të lartë, ose në zemër, o Zot Jezus, unë të rrëfej çdo burim të gabuar financiar që kam pranuar. Unë thyej dhe anuloj çdo lidhje shpirtërore me parat nga tallësit e Zotit, parat nga imoraliteti seksual, parat nga magjia dhe okultizmi,
parat nga armiqtë e fshehur. Në emër të Jezusit, unë mbyll çdo derë që kam hapur. Çdo frym mallkimi, çdo pajisje gjurmimi demonike, çdo orë shpirtërore, thyet tani. Unë deklaroj, Zoti është furnizuesi im I vërtetë. Unë pranoj vetëm pasuri të pastër, bekime pa mallkim. Amen dhe amen. Tani, bëj një listë sot, kush të jep para rregullisht? Lutju Zotit për zbulesë mbi gjendjen shpirtërore të atyre burimeve. Dhe mbaj mend, dhënia jote, fare mbjell, në mbretërinë e Zotit është çelësi I kthesës tënde financiare. Nëse ky mesazh të foli, abonohu në kanalin ton ndaje me dikë që ka nevojë dhe lër një dhuratë si akt besimi për të përshpejtuar bekimin tënd. Zoti të bekoft me pasuri të pastër dhe paqe të plotë. Amin.